Shkodra dhe Abruzzo tashmë ka një urë të re bashkëpunimi përmes Rotary Club. Në ambientet e Hotel Koloseu në Shkodër është zhvilluar aktiviteti që shënoi binjakëzimin mes Rotary Club Shkodër dhe Rotary Club Terra dei Vestini, një marrëveshje që synon të forcojë marrëdhëniet mes dy komuniteteve dhe të krijojë mundësi për bashkëpunime të reja. Binjakëzimi u konceptua si një marrëveshje formale duke vendosur në fokus shkëmbimin e eksperiencave, kulturës dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta me ndikim në komunitet. Ceremonia e sotme e binjakëzimit mes dy klubeve tona është një premtim për një lidhje miqësore të mrekullueshme. Kjo miqësi e re lidh Shkodrën tonë të lashtë me rajonin e pasur të Terra dei Vestiti në Itali. Sot në Shkodër ne kemi disa raste të shkëlqyme të zhvillimit gastronomik në mënyrë dinjitoze dhe shumë të suksesshme. Ky sukses vjen pikërisht nga puna me tokën dhe vlerësimi i produkteve tona lokale. Një vlerë kjo që Abruzzo e njeh dhe e kultivon me shekuj. Ne shpresojmë dhe jemi besim plot se do të vazhdojmë së bashku me ndërtimin e një strategjie produktive mes dy klubeve tona për të sjellë vlera reale në komunitetet tona. Ky bashkim bëhet edhe më i fortë në motën tonë udhëheqëse shërbim mbi veten. Ne nuk po e nënshkruajmë vetëm një kontratë, një bashkëpunim, por po ndërtojmë edhe ura në mes të komuniteteve dhe kulturave tona. Ky binjakëzim e reflekton atë që Rotary e bën më së miri. Na bashkon neve që të shërbejmë, të mësojmë nga njëri tjetri dhe të bëjmë ndryshime në komunitetet tona. Çka është e rëndësishme është që ky bashkëpunim të shndrohet në ide dhe projekte konkrete. Ky bashkim ka lindur për të forcuar miqësinë rotariane dhe për të bashkuar kompetencat dhe profesionalizmin në projekte të përbashkëta me ndikim të lartë social, kulturor dhe ekonomik në terrenet përkatëse. Marrëveshjet e binjakëzimit janë një instrument jetik për zgjerimin e bashkëpunimit dhe kultivimin e marrëdhënieve afatgjata me vendet fqinje. Nisma të tilla artistike ndihmojnë në krijimin e urave të qëndrueshme të komunikimit dhe forcimin e lidhjeve kulturore me shtetet mike në rajon. Me mbështetjen e Bashkisë Shkodër në zemër të qytetit u zhvillua aktiviteti Magjia e folklorit në zemrën e Shkodrës, ku performoi koro folkloristico di Picciano duke sjellë valle, këngë dhe kostume tradicionale nga Abruzzo. Për te bashkëpunimit institucional, kjo marrëdhënie mbështetet edhe tek lidhja e përbashkët me traditën, tokën dhe rrënjët, nga Shkodra drejt Terra dei Vestini, një miqësi e re mes Shqipërisë dhe Italisë, që synon të shndërrohet në projekte konkrete dhe bashkëpunime afatgjata.